Mirëmbrëma të gjithëve të nderuar teleshikues, sonte në studio 24 do të trajtojmë një nga aktualitetet e politikës, një nga partitë e reja të krijuara së fundmi, por që ka sfida të mëdha, të paktën nga pretendimet që ajo ka edhe në funksion të zgjedhjeve të vitit 2013. Kam të ftuar deputetin e Partisë Fryma e Re Demokratike, zotin Gazmend Oketa. Zoti Oketa, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, zoti Minga, dhe faleminderit për ftesën. Atëherë, zoti Oketa, do doja ta nisja me aktualitetin, pasi Studio 24 është emision i aktualitetit dhe ju keni patur sot një përplasje, le të themi, verbale me kryetaren e Parlamentit Josefina Topalli. Do doja të nisja, pasi për publiku nuk është shumë e qartë çfarë ka ndodhur, ne kemi shkëputur një pjesë të vogël të gjithë momenteve ku ju keni debatuar me kryetaren e Parlamentit dhe më pas rikthehemi në studio. Ndjekim pjesën në kuvend dhe rikthehemi me zotin Oketa. Ne refuzuam ofertat për komoditet personal të pushtetit dhe zgjodhëm të përballemi me to. Ju kërkoj ndjes të nderuar teleshikues, ishte një material tjetër që do ta keni mundësi ta ndiqni në vijim, por do doja të rikthesh edhe një herë asaj çfarë ka ndodhur në kuvend, pikërisht pra debatit dhe replikave mes zotit Oketa dhe zonjës Josefina Topalli. Ndjekim materialin dhe më pas rikthehemi. Zonja kryetare, nderuar koleg, mendoj se ky kuvend nuk mund të vazhdojë të bëjë sikur nuk ka ndodhur asgjë. Dje është bërë ceremonia e varrimit. Jeni jashtë randiditës, zoti Oketa. Të shkojnë jashtë, të flasin me median. Aty në emër të grupit të LSI-s jeni krejt jashtë rregullores, ju këshilloj të respektoni rregulloren. Ka pyetje? Po pyetje zoti Oketa. Për dhunën më grave. Me që e respektoni shumë rregulloren zonja kryetare, po ju bëjmë dije se na keni dhënë një dokument i cili mban dhe firmën tuaj, por që është pak i vështirë për të kuptuar në respekt të rregullores. Mban kokën e sekretarit përgjithshëm. Atëherë nuk ka pyetje për ligjin për dhunën më grave, prejani zotëris. Me që nuk ka pyetje, unë kam një pyetje, ka drejt gjithkush që edhe zotëria ti mund të mos përgjigjet. Pyetja ime është shumë e thjeshtë. Xhaxha jot, mos ka qenë gja kryetari komisionit të dëbim internimit, zoti deputet? Xhaxha jot, mos ka qenë gja kryetar i komisionit të dëbim internimeve? Ka çka mën? Atëherë, kalojnë tek projekt ligji dhe emrat e depozitu. Kanë depozitu emrat: Vasilika Hysi, Olta Gjaçka, Eglantina Gërmenji, Laila Përnaska, Tretan Sheho, Spiro Ksera. Zoti Spiro Ksera, urdhëroni, keni fjalën për projekt ligji. Përgjigjen jepje qytetarëve të Durrësit. Jo, unë e di, unë kam dosjet, ti më ka zonë mo. Pyetjen jepja qytetarëve të Durrësit. Zoti Spiro, mund të flisni sa zotëria ti 3 minuta ka se xhirret jashtë mbas të rregullores. Spiro, mund ta marrësh fjalën nga tavolina. Zoti Ksera, mund ta merrni fjalën nga tavolina, sa është bë agresiv edhe gazi. Mua së vjen turp, u zbatoj rregulloren, marr fjalën dhe s'kam asnjë turp të flas para parlamentit. Ju lutem deputetët të respektojnë rregulloren dhe të respektojnë kryesuesen e seancës. Atëherë rikthehemi zoti Oketa, në fakt një moment i shkurtër, por që nxjerr disa pyetje. Së pari, nëse ju pyes për zotin Lirak Bejko, pasi ishte pikërisht zarafilla e përplasjes me zonjën Topalli. Ju si e keni parë momentin dhe ngjarjen që pasoi pikërisht me humbjen e jetës së tij? Çfarë do të thotë për situatën që ne jetojmë sot? Zoti Minga, së pari, humbja e jetës së Lirak Bekos nuk do të parë si një moment i vetëm, si një ngjarje e cila ndodhi
krejt papritur. Përpara se të arrije në atë akt vetëflijimi, një grup të përndjekurish politik kishin nisur një grevë urie, krejtësisht me motive ekonomike, krejtësisht me kërkesa në funksion të zbatimit të një ligji të miratuar nga Kuvendi i Shqipërisë, të bazë të cilit atyre qytetarëve, shoqëria shqiptare i detyrohet financiarisht dhe pikërisht për këtë arsye ata hynë në një grevë urie. Pasi në mënyrë krejt pashpjegueshme u lan pas një mundësi, dialogu, bashkëbisedimi nga ata të cilët kanë marrë përsipër të qeverisin këtë vend, dhe kur merr përsipër qeverisësh një vend, do të thotë që ke detyrime si përkundrejt atyre që të kanë votuar, ashtu dhe përkundrejt atyre të cilët nuk kanë votuar. Pasi vota është e fshehtë dhe nuk mund t'i ndash qytetarët në njerëz që të kanë votuar apo jo. Ke detyrime përkundrejt atyre shtetasve shqiptar të cilët të duan dhe përkundrejt atyre të cilët nuk të duan. Fatkeqësisht, injurimi që u bë nga qeveria shqiptare, nga Kuvendi i Shqipërisë, kemi pasur një deklarat kryetares Kuvendit apo më sakt një fjali që nuk kishte asnjë koment për atë grevë. I çoi ata grevistë në të tilla akte që fatkeqësisht nuk duhet ndodhin. Absolutisht jam kundër atyre akteve të vetëflijimit, jo thjesht për kërkesat e drejta, por çfarëdo lloj arsye nuk mendoj se ajo është zgjidhja e duhur. Të humbi jetën një qytetar shqiptar, aq më tepër një njeri i cili ka vuajtur në diktaturën komuniste, dhe ai e bëri atë akt jo vetëm në emër të tij, por besoj e bëri edhe në emër të kolegëve të tij. Të humbi jetën një qytetar shqiptar dhe askush nga qeveria, askush nga parlamentit mos thotë qoftë një fjalë të vetme kur jo më larg se sa 2 ditë më parë në një konferencë shtypi në Bruksel, zoti Stanon, në mos gaboj, përmendi pikërisht edhe me emër rastin e Lirak Bekos dhe bëri thirrje për dialog të qeverisë me të përndjekurit politik. Sot ndoja që në Kuvendin e Shqipërisë të thoja 2 fjalë për humbjen e jetës nga ky qytetar, të rriqja vëmendjen e institucionit të Kuvendit që të bënte maksimumin që mund të bëjë në mënyrë që raste të tilla të mos përsëriten. Unë jam drejtuar dhe me një kërkesë Kuvendit të Shqipërisë për një seancë të jashtëzakonshme pikërisht për të trajtuar këtë çështje, kërkesë e cila nuk ka marrë përgjigje. Me sa duket, zonja Topalli, për të qëndruar deklarimit se nuk ka asnjë koment lidhur me çështjen e të përndjekurve, në mënyrë krejt arbitrare, pasi tashmë Kuvendi i Shqipërisë është kthyer në një sallë ku nuk ka më rregulla loje, ka vetëm një drejtim krejt kaotik nga kryetaria e Kuvendit. Sot është kthyer zoti Oketa apo ka vite që është kështu, pasi ju jeni Zoti Minga, unë besoj se edhe ju të medias duhet jeni më të vëmendshëm të ndiqni edhe historikun e ngjarjeve. Unë jam deklaruar edhe herë tjera, por se janë një shembull konkret, kam thënë që është turp për Kuvendin e Shqipërisë që dekreti i presidentit votohet 2 herë brenda një seance. Kam dhënë intervista në median e shkruar, kam bërë deklarime. Dhe më shumë se kaq unë nuk mund të bëj. Le të kthehemi tek çështja. Përse reagoi zonja Topalli ndaj qëndrimit që ju do të mbarni për Lirak Bekun? Kjo është një pyetje që duhet i drejtohet zonjës Topalli. Në rast se doni opinionin tim për atë mënyrë reagimi, absolutisht e gjet pa vend për një kryetar parlamenti, për një femër, e cila nuk është se ka vetëm rastin e parë, nuk drejtohet në atë mënyrë vetëm për kundrejt deputetit Oketa. Unë e thash dhe në prononcimin tim jashtë parlamentit. Personalisht nuk është se kam ndonjë dëshirë të madhe të flas në të foltore,
e cila ka humbur krejtësisht misionin e saj, ka humbur krejtësisht atë integritet që ajo foltore duhet ketë, por gjithsesi unë jam deputet i Kuvendit, kam të drejtën time të shprehem, dhe më pas, mbasi unë Okeda apo cili do deputet mbaron fjalën e tij, cili do prej 140 deputetëve të Kuvendit mund t'japi përgjigjen e tij. Zoti Okeda, ka edhe dy probleme që besoj do të keni mundësi t'i sqaroni për publikun. Së pari përmendja e xhaxhait tuaj, mos gaboj, nga kryetare e parlamentit. Si do të i përgjigjesh zonjës Topalli? Kemi të bëjmë me një spekulim apo ka të vërtetë në atë që thonë? Zoti Minga, personalisht asnjëherë nuk më ka pëlqyer që të merrem në politikë, dhe besoj këto e kam dëshmuar për kaq vite sa merrem në politikë, merrem me çështje personale. E kam dëgjuar shpesh herë në disa intervista, sidomos pas largimit tim kryetaren e Kuvendit, që edhe të prononcohet për Kazmend Okedën. Megjithatë, në rast se më lejoni, shkurtimisht do të thoja që unë e kam parë zonjën Topalli para se të bëhesh antar i Kuvendit, flas para vitit 2005, si një përfaqësuese të femrës shqiptare në politikë, si një përfaqësuese të Partisë Demokratike, dhe më tepër si një përfaqësuese të një qyteti cilin vërtet e respektoj shumë, qytetit Shkodrës. Dhe nisur nga këto, nuk kam seshe, kam pasur një respekt për kundrejt saj, dhe më ka pëlqyer fakti që një qytet si Shkodra përfaqësohet me një zonjë e cila mbante edhe postin nënkryetares së Partisë Demokratike. Më pas, në ditën e sotme, që unë bëra 7 vjet deputet, që kam arritur të njoh kapacitetin intelektual të saj, integritetin e saj, mund të them me keqardhje se ky respekt nuk ekziston më. Dhe referuar asaj çka zonja Topalli tha sot, apo mund të thotë të nesërmen, unë do të përdorja një shprehje që me sa di vjen nga qyteti i Shkodrës. Shprehje e cila thotë që tjetrit zemroju aq sa din. Dhe në raporte personale, Josefina Topallit unë i zemrohem shumë pak. Që do thotë di shumë pak? Ky është gjykimi im. Dhe sinqerisht i zemrohem shumë pak. Ndërsa sigurisht si kryetare Kuvendi ndjej keqardhje, ndjej keqardhje jo për të, por ndjej keqardhje për Republikën e Shqipërisë, për Kuvendin e Shqipërisë, i cili është katandisur që të ketë një përfaqësim të tillë. Referuar akuzave konkrete, unë e deklarova dhe deklaroj edhe një herë, majoranca i ka të gjitha numrat, le të hartoj një ligj konform Kushtetutës së Shqipërisë dhe një herë e mirë t'i japim përgjigje kësaj pyetje. Të hapen dosjet e cili do që merret me politikë e familjeve të tyre. Në rast se dëshironi të dini për xhaxhain tim, i cili fatkeqësisht ka ndruar jetë tepër i ri, mbush afërsisht 21 vite e gjysmë që është ndarë nga jeta, ka qenë një nga personat më të respektuar në qytetin e Durrësit, dhe unë kur kam garuar në qytetin tim, kam garuar me të njëjtin mbiemër Okeda. Së pari, së dyti, zonja Topalli apo cili do tjetër mund të drejtohet ka deputet të qarkut Durrësit, përfaqësues të Partisë Demokratike të qytetit Durrësit, të cilët kanë ngrënë e kanë pirë në shtëpinë e xhaxhait tim, ndoshta më shumë se sa edhe unë vetë. Dhe në aspektin human, në aspektin e raporteve njerëzore, jam ndier i keqardhur kur këta deputet të Partisë Demokratike nuk kanë kurajën të ngrihen dhe të flasin, qoftë edhe kur cënohen miqtë e tyre. Dhe ato që duhet ta bëjnë ata të cilëve i takon, në radhë parë për të mbrojtur integritetin e tyre. Integritetin tim e mbroj vetë. E bën një deputet, një kolegë i nderuar si Piro Lutaj, cilin
e falenderoj me sa ndoqja nga media, kishe bërë një prononcim korrekt në shenjë solidariteti me një koleg deputet. Zoti Okeda, ka diçka dhe në fjalinë e zonjës Topalli që është shqetësuese për opinionin publik. Zonja Topalli shprehet se kam dosjet. Si është e mundur që kryetari i parlamentit të ketë dosje dhe nëse ka dosje, çfarë dosjesh janë këto? Çfarë shpjegimi jepni ju kësaj deklarate? Nuk ka lidhje me emrin e xhaxhait tuaj, por në një shtet normal, ideja që kryetari i parlamentit mund të ketë dosje, çfarë do të thotë për një vend si Shqipëria? Në një shtet normal ku respektohet ligji, kryetari i parlamentit në dinin time nuk ka asnjë lloj arsye përse të ketë dosje. A duhet të ketë akses në dosje? Unë gjykoj se jo. Por këtu çfarë nuk ndodh? Po. Në rast se donit përgjigje konkrete për rastin fjalë, jam i sigurt që nuk ka një dosje, thjesht bën një spekullim politik. Por në rast se do të kishte dosje të tjera, të cilat i përdor dhe i mban peng njerëzit, absolutisht është një veprim i gabuar. Dhe në rast se i ka, në cilën do lloj mënyre që t'i kanë rënë dorë, bën mirë që t'i bëj publike. Me qartë. Pra ligjërisht kryetari i parlamentit nuk duhet të ketë asnjë lloj aksesi. Në dijenin time jo. Në dijenin time jo, absolutisht. Edhe në rast se ka akses, përdorimi i tyre nuk mund të jetë i tillë. Nuk mund të bëhet për spekullime politike apo për presione politike. Zotimi nga unë kam shumë të qartë se si zhvillohen ngjarjet kur dikush largohet nga Partia Demokratike. Dhe në këtë pikë jam fare i qetë, e di fare mirë historikun tim, historikun e familjes time. Kjo është gjëja që më shqetëson më pak. Unë kam hyrë në politikë për të dhënë kontribut, nuk kam hyrë për të marrë ndonjë gjë, nuk kam asnjë peng, qoftë nga periudha e mëparshme, qoftë nga ajo çka unë po bëj tani në politikë. Por është absolutisht e papranueshme një deklaratë e tillë, por nuk është hera e parë që qoftë zonja Topalli, qoftë politikanë të tjerë bëjnë deklarata të papërgjegjshme, jo mbas 3 ditësh, por mbas 3 orësh. Këtu harrohen. Dhe do thoja që këtu dhe media ka një pjesë të përgjegjësisë së saj, e cila kur shikon që çështje vërtet të rëndësishme, çështje të cilat nuk cënojnë vetëm integritetin e një deputeti apo të një qytetari, por rrezikojnë dhe integritetin e shoqërisë shqiptare. I vjen në një pozitë disi të friksuar qytetarët shqiptarë, se mund të ketë një dosje, se mund të përgjohet telefoni, etj. Edhe media duhet të bëhet blok, duhet të jetë unike, pavarësisht preferencave partijake që mund të ketë në momente caktuara, po për çështje të tilla, të cilat kanë rëndësi për fatin e gjithë qytetarëve shqiptar, kanë rëndësi për forcimin e shtetit shqiptar, media besoj se duhet japë një kontribut duke qenë e rreshtuar në të njëjtin pozicion. Ndaj u pyeta zoti Okeda, pasi e pash më tepër si shqetësim për opinionin publik faktin që kryetari i parlamentit mund të ketë dosje për njerëz të caktuar. Gjithsesi, unë do doja... Nuk ka, për këtë ju siguroj. Pra nuk duhet të kishte akses. Nuk ka, është thjesht spekullim. Zoti Okeda, duke marrë shkas nga kjo, mund t'ju pyes edhe në funksion programit të partisë suaj. Sepse kam përshtypjen zonja Topalli reagoi për shkak të problematikës që është krijuar kohët e fundit me ish të burgosurit politik. Pyetja drejt për drejt lidhet me programin tuaj. Zoti Berisha ka deklaruar që në vitin 2017 do të dëmshpërblej tërësisht këtë shtresë. Ju çfarë programi keni në lidhje me këtë shtresë? Zoti Berisha e ka bërë këtë deklaratë pasi kryetari i Frymësisë Demokratike, zoti Topi, ka deklaruar në një media shqiptare, një intervistë, se do të shlyhem të përndjekurit politik brenda 3 viteve të para të qeverisë së ardhshme. Është e mundur në aspektin financiar? Është absolutisht e mundur. Është absolutisht e mundur. Ka qenë e mundur deri më sot. Mjafton që të ishte vullneti i duhur, vëmendja e duhur përkundrejt kësaj shtrese. Zoti Okeda, dhe për ta mbyllur episodin apo incidentin që ka ndodhur sot me Po japim më shumë rëndësi se ç'duhet. Jo, thjesht për ta mbyllur një pyetje shumë shkurt, besoj do të ishte me interes ndoshta edhe në funksion të asaj që ju apo partia juaj ka ndërmarrë dhe është diçka një veçori për politikën shqiptare, pra kulturën e ndjesës. Zonja Topalli nuk është herë e parë që konfliktuohet me deputet. Madje deputetët socialistë e kanë kërkuar një mocion mosbesimi ndaj saj dhe kanë përshtypjen atë kohë keni votuar kundër largimit të saj si kryetare e kuvendit. Jeni penduar sot?
Jo, absolutisht. Absolutisht, gjëra duhen parë në kohën ku ndodhin, analiza duhet parë në kohën ku ndodhin ngjarjet. Unë e përshkrova pak a shumë dhe historikun e marrëdhënieve të mia me zonën Topalli, apo dhe me kolegë tjerë brenda Partisë Demokratike. Absolutisht nuk ndjehemi penduar që kur Partia Socialiste, mos gaboj, në vitin 2006 ka kërkuar një nga kryesorët ka qenë pikërisht zoti Blushi që ka kërkuar një mocion mosbesimi. Absolutisht nuk ndjehemi penduar që kanë votuar pro, sepse kanë qenë një perceptim dhe një njohje krejt tjetër e ndryshme nga kjo e sotmja. Në rast se do të ndodhi sot, absolutisht që votoj pro një mocioni. Qoftë edhe në mocion të hapur. Unë nuk jam nga ata që pundoj mbas krape të cilit do, qoftë të kundërshtarit politik. Pasi dëgjova dhe një spekulim tjetër. Në rast se unë gjykoj se duhet votuar pro, e deklaroj, në rast se duhet votuar kundër, e deklaroj. Sigurisht duke respektuar gjithmonë rastet kur vota është e fshehtë. Por në rastin konkret nuk kam asnjë lloj droje të deklaroj se në rast se bëhet një mocion shkarkimi, zonja Topalli nuk e merr mbështetjen time. Në rast se theksoj bëhet një mocion votimi mosbesimi siç duhet dhe me votë të fshehtë të garantuar, dyshoj se gjysma e grupit parlamentar nuk e mbështet. Edhe brenda PD-s? Sigurisht edhe brenda PD-s. U pa që zonja Topalli nuk kishte asnjë lloj mbështetje në rastin e presidentit. Çfarë do të thoni, pra, synonte të bëj presidente zonja Topalli? Sigurisht që synonte të bëj presidente. Si ishin raportet zotit Oketa në atë kohë apo nuk? Ajo është një çështje e Partisë Demokratike. Okej. Atëherë, megjithatë, duke marrë shkas gjithnjë për të kaluar tek temat politike, ka një perceptim te opinioni publik, por edhe tek qarqet gazetareske apo dhe politike, se Partia Demokratike në këtë moment është më agresive ndaj jush se sa ndaj Partisë Socialiste. Është e vërtetë kjo? Qoftë duke u nisur dhe nga fakti, nga rasti i sotëm? Jo, nuk kemi pse nisemi nga rasti i sotëm. Rasti i sotëm nuk është i vetmi rast që ndodh. Po. Ju vetë thatë, dhe keni plot raste, plot kronika kur spikërja e parlamentit i drejtohet me një fjalor krejt papërshtatshëm deputetëve të opozitës. E qartë, po, në lidhje me FRD-n e kam. Pra, ka një lloj agresiviteti më të shtuar të PD-s ndaj FRD-s se sa ndaj vetë opozitës? Kjo është gjëja që na shqetëson më pak. Ne kemi hyrë në këtë projekt të ri politik me objektivat tonë. Kemi hyrë me misionin për të bërë vërtet një forcë të re politike, jo vetëm thjesht në emër, por edhe në mentalitet, në mënyrën e të funksionuarit, në atë çka do t'i ofrojë qytetarëve shqiptar, në raportet që ne do të kemi me institucionet shqiptare, me opozitën shqiptare, me mazhorancën. Pavarësisht këtyre provokimeve, pavarësisht këtyre rasteve, besoj se unë së paku dhe sot gjatë gjithë ditës besoj se i kam qëndruar besnik etikës komunikimit, për sa kohë do t'jem në kostumin e politikanit, në kostumin e deputetit, e një njeriu cilit i jepet mundësia të flas para opinionit publik, unë do të ruaj në maksimum etikën e komunikimit. Është shumë e lehtë të bësh gjuhën e rrugaçit, është gjëja më e thjeshtë. Absolutisht mos mendoj dikur se nuk dim të reagojmë apo të sillemi edhe ndryshe. Por aq më tepër kur një politikan merr një mision për të përfaqësuar interesat e qytetarëve, merr besimin e tyre, ka dyfish angazhim për t'u sjellë si qytetar. Unë nuk jam nga ata që mendoj se forca e një njeriu qëndron tek muskujt apo tek e bërtitura apo tek fjalët e ashpra. Unë besoj fort se forca e një njeriu qëndron tek karakteri i tij, i cili nuk duhet ndryshojë, por duhet të jetë vazhdimisht i qëndrueshëm. Duhet të qëndrojë tek forca e argumentit që i përdor, tek etika e komunikimit. Dhe këtu ndahemi me zonjën Topalli apo me të ngjashëm të zonjës Topalli. Pikërisht, për të mos referuar më zonjës Topalli, po në përgjithësi Partisë Demokratike, sulmet apo le të themi retorikat e ashpra janë evidente në prag të çdo fushate elektorale, zoti Oketa.
Nëse do të ketë retorik të ashpër apo agresive ndaj partisë suaj, ju si do të reagoni, siç ju thatë, apo nuk e keni menduar? Unë besoj se ne deri më sot kemi reaguar në çdo rast që ka pasur një provokim nga drejtues Partisë Demokratike. Kujtojmë reagimin e zotit Topi në cilësinë e kryetarit Frymës së Demokratike përkundër deklaratave krejtësisht papërgjegjshme të kryeministrit në Kuvendin e Shqipërisë, reagimin tim të sotëm. Në çdo rast sigurisht që ne do të reagojmë, por kjo nuk do të thotë që ne do të ndryshojmë karakter. Unë edhe brenda Partisë Demokratike kam qenë po ky që jam dhe sot dhe do të vazhdoj të mbetem i tillë. Kam bërë një pakt, le të themi, me veten time që për asnjë lloj arsye, për asnjë lloj karrige, asnjë lloj pozicioni, unë nuk do të ndryshoj karakter. Do doja t'ju pyesja për, le të themi, raportin që u krijua ditët e fundit me institucionin e Presidentit të Republikës. Zoti Nishani ndërmori një iniciativë shumë interesante në funksion të konsultimit me partitë parlamentare, duke thirrur përfaqësues të gjitha partive parlamentare, por jo ju, që jeni deputet i FRD-s. Çfarë ndodhi realisht dhe sipas jush pse nuk u realizua ky takim? Vetmja gjë që dim, dhe më saktë jemi njohur nga media, është që institucioni i presidencës është shprehur se ka ftuar në atë tryezë vetëm partitë të cilat kanë dalë nga rezultati i zgjedhjeve 2009-s, ku në fakt e vërteta nuk është kështu. Dhe ne besojmë me tepër korrektesë, duke shprehur shqetësimin tonë përkundrejt një ngjarje të tillë, mbajtëm një qëndrim zyrtar dhe dham argumentat tonë pse ne duhet ishim në atë tryezë. I takon institucionit presidencës që të reagojë përkundrejt asaj çfarë ka ndodhur, në mënyrë që Fryma e Demokratike ta shohë institucionin e presidencës si një institucion të gjithë qytetarëve shqiptarë, të gjithë forcave politike. Dhe shpresojmë që në raste të tjera kur Presidenti i Republikës të thras tryeza të tjera të partive parlamentare, Fryma e Demokratike të jetë e ftuar. Ju e cilësuat si një tryezë interesante atë tryezë, unë do ta quaja si një zhvillim pozitiv, një gjë shumë të mirë që Presidenti i Republikës të rret partitë parlamentare. Thash interesante sepse nga kushtetuta presidenti nuk e ka për detyrë. Thjesht mund të cakton një datë dhe kaq. Por personalisht mendoj se do të ishte ndoshta më mirë që të gjithë aktorët politik parlamentar të thërriteshin në të njëjtën kohë dhe teme bisedimeve me atë tryezë të ishin dhe çështjet e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. E qartë, pra mos fokusoj vetëm tek data e zgjedhjeve. Ku mundësisht presidenti të bënte edhe le të themi rolin e një mediatori përsa i takon çështjeve të mbetura pezull. Ky është gjykimi im. Pa dashur të ndërhyjë në kompetencat e institucionit presidencës. Në rastin e këtij problemi që u krijua mes jush dhe institucionit të presidentit, ka patur le të themi kontakt apo qoftë edhe telefonik mes zotit Topi, ish president dhe president Nishani? Dy njerëz që këto nuk mund të jenë çështje telefonatash personale. Këto janë çështje qëndrimesh institucionale. Që do të thotë Presidenti i Republikës nuk duhet të ftojë Frymën e Re Demokratike për shkak të simpatisë që mund të ketë për drejtuesit e saj. Ai duhet ta ftojë Frymën e Re Demokratike si një detyrim institucional. Dhe nuk mund të zgjidhen të tilla çështje me telefonata personale. Por duhet të ketë një komunikim zyrtar apo arsyet duhet të bëhen publike qoftë edhe përmjet një njoftimi. Siç ne reaguam me një deklarim publik, cilin e publikuam jashpërnda medias lidhur me arsyet pse ne mendojmë se duhet ishim në atë tryezë. Zoti Oketa, ju thatë që presidenti duhet ta zgjeronte tryezën për çështjet e integrimit. Dua t'ju pyes sepse ka rëndësinë në momentin që ne ndodhemi kemi një ngërç shumë të madh mes dy partive të mëdha për sa i përket 3 ligjeve që duhet votohen. Cili është qëndrimi? Ka 3 vjet që e kemi këtë ngërç. Ndaj në fakt e bëra pyetjen sepse disa herë ish presidenti Topi u mundua që të krijonte një tryezë ku të uleshin faktorët kryesorë, por ishte shumë vështirë për ta arritur.
Mendoni që edhe zoti Nishani do ta kishte kaq vështirë nëse do të ndërmerrte një nismë të tillë? Besoj se do ta kishte të vështirë, për faktin se nuk varet thjesht nga vullneti i presidentit të Republikës, por varet nga ndryshimet kushtetuese të bëra në vitin 2008. Po. Ndryshimet kushtetuese të vitit 2008 sigurisht në pamje të parë duket sikur nuk cënuan kompetencat e institucionit presidencës, por pikërisht dobësuan autoritetin e tij, mundësinë për t'i thuritur gjithë aktorët politik në një tryezë dhe për të mos i lënë të dalin nga aty pa një zgjidhje. Mjafton të bëjmë krahasimet me kushtetutën e mëparshme, para se ndodhin ndryshimet e prillit të vitit 2008, kur ka pasur plot raste që presidenti i Republikës, për shkak të autoritetit që i siguronte kushtetuta, për shkak të 84 voçit, ka thirrur gjithë partitë politike, asnjëra prej tyre nuk ka munguar dhe herët apo vonë ka pasur gjithmonë një zgjidhje. Kushtetuta aktuale e lë gjithçka në vullnet të forcave politike. Presidenti mund të rrasë një tryezë, njëra nga forcat kryesore apo disa nga forcat kryesore mund të mos shkojnë në atë tryezë, gjë që do të dëmtonte autoritetin e institucionit presidencës. Në qartë. Pra duhet matet mirë presidenti të ndërmarrë një nismë të tillë apo jo? Në kushtet aktuale. Unë mendoj se po, dhe ndoshta kjo ka qenë dhe arsyeja që dhe zoti Nishani nuk ka dashur ta zgjerojë temën e bisedimeve me çështje të tjera. Për sa i përket, shumë shkurt para se të kalojmë publicitet, për 3 ligjet kush është përgjegjës sipas tuaj zoti Joketa? Duke u marrë si një palë që është jashtë 2 palëve të cilat janë në konflikt. Unë do thoya që është politika shqiptare. Po ka emër apo jo? Se politikë jeni edhe ju. Është politika shqiptare dhe sigurisht ata të cilët marrin përsipër qeverisin vendin, ata të cilët kërkojnë votën e qytetarëve janë përgjegjësit kryesorë. Në këtë rast? Në këtë rast është kryeministri Berisha. Sigurisht dhe opozita mund të ketë përgjegjësitë e veta, por nuk mund të kërkohen në asnjë rast, unë nuk di asnjë shembull tjetër kur arsyet kryesore për dështimin e reformave, për korrupsionin që mbizotron vend, për cilësinë e dobët të arsimit shqiptar, për cilësinë gjithnjë në rënje të shërbimit shëndetësor shqiptar, përgjegjësia të mbi një parti opozitare. Në rast se opozita është kaq e fuqishme dhe ka gjithë këto gjëra në dorë, atëherë është e detyrueshme që ti të negociosh me të. Dhe kur negociohet me dëshirën dhe vullnetin e mirë për gjetur zgjidhje, atëherë zgjidhjet gjithmonë gjenden. Okej. Faleminderit zoti Joketa, publicitet dhe më pas rikthehemi.